Unë e kam bërë të qartë, edhe tani e bëj të qartë, se pamëshirshëm ligji le të ndënon nëse kanë dhënë informacion të rrënjshëm për të dëmtuar personalitetin, imazhin e zëvendës kryeministrit të Republikës Kosovës, dhe në atë kohë, siç disha duke thënë, jo që nuk mora mbështetjen e duhur. Është e lehtë të themi dhe të flasim ne këtu publikisht, por është e vështirë të ballafaqosh me mekanizmat e mbrojtjes pikërisht në ndryshimet që i ka kriju BIA dhe struktura tjera inteligjente që mbështeten ndoshta nga BIA e që veprojnë në Kosovë, deri në rrezikun që e kam bërë për mua dhe familjen time. Duhet të përmenda një fakt, me që ju dëshironi që ta kuptoni se sa jam i shtrirë dhe çfarë dimensioni mbashkëpunimi me institucionet e Republikës Kosovës. Së fundmi kam paraqitur një rast shumë serioz të rrezikut tim personal ku pas hulumtimeve që janë bërë dhe veturat të cilët më kanë rrezikuar në mënyrë drejt për drejt, që është dëshmuar me prova me fakte dalin që janë vetura të personave të përfshirë në institucionet e sigurisë në nivelin më të lartë në Republikën e Kosovës, me çka dyshohet se kanë dashur që të më shantazhojnë dhe fregojnë drejt hulumtimeve dhe punës që bëjnë. Elezaj, e qartë, Elezaj, ta bëj një pyetje, se po shoh që edhe shikuesit po bëjnë, që po na ndjekin. Në emër të kujt i bëni këto hulumtime ju? Jo, siç e dini, ne kemi themeluar një institut, është Instituti i Kosovës për Studime Ndërkombëtare, që merremi kryesisht me çështje të sigurisë, dhe unë personalisht jam drejtori për siguri në institutin në fjalë. Kemi domosdoshmë sinjalizues të shumë të cilët edhe informacionet na japin, na ndihmojnë, ka dhe përfaqësues të institucioneve të Republikës Kosovës, kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme me struktura ndërkombëtare dhe shumicën e informacioneve kemi deponuar përpos në institucionet, sidomos në AKI dhe në institucionet tjera, i kemi deponuar në autoritetet amerikane duke konsideruar se njëri ndër institucionet më të besueshme sa i përket procedimit të informacioneve, të cilat janë ndjeshme dhe shpeshherë janë vërtet sikletshme. Kush ju financon, Elezaj? Si çdo organizatë qeveritare bazohet në projektet që vijnë nga aktivitetet të ndryshme për sidomos në pjesën e angazhimit në çështje studimore. S'po më jep përgjigje tani. Kryesisht organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, që janë miqët e Kosovës, si ti themi shumë prej organizatave, kemi pas projekte për shembull nga organizata gjermane, amerikane, britanike dhe të tjera. S'mund të themi saktësisht për cilat projekte bëhet fjalë, por kemi shumë projekte që realisht i bëjmë dhe hulumtimet bëhen kryesisht në të drejtat që kanë organizatat jo qeveritare dhe të drejtat për krye hulumtime pa dëmtuar proceset të cilat janë të parapara me ligjin e Republikës Kosovës. Musa, nuk e di nëse deshe edhe Bajraktar nëse kishit diçka për Elezajn, apo ti themi Elezajt faleminderit. Po. Vetëm se dia u qartësua apo shkon prokuroria apo e rikonfirmon edhe. Ju premtoj përkundër faktit që i kam deponuar një herë që nesër, ju zëtojmë publikisht edhe një herë do t'i ri vendos në adresat e duhura, në këtë rast prokuroria speciale, të dhënat e 2 personave, për shembull të zyrtares OSB-s, e cila vjen nga komuna e Shtrepcës, po ja përmend emrin, quhet Elena, mbi emrin do ta mësoj ndoshta më vonë, dhe personi tjetër i cili është një shqiptar që jeton në Zvicër dhe nga ajo kohë i njëjti nuk e ka shkelur më tokën e Kosovës. Rregull, faleminderit shumë Elezaj që ishe bashkë me neve sot. Kërkoj shumë falje për shikuesit që ishe i kufizuar në deklarimet, po duke pas parasysh përvojën, sidomos në institucionet e zbatimit të ligjit për deklarimet publike, ndoshta edhe jemi uzuar nga Policia e Kosovës njësi të veçanta që disa çështje përkundër interesit edhe nacional atë ndajmë me autoritetet